Shejti ditës, 1 tetor, Shën Teresa e Jezusit Fëmijë, shejtëria në mënyrën e vogël. Me 1 tetor kisha kremton një nga shejtoret më të dashura të kohëve moderne, Shën Teresen e Jezusit Fëmijë dhe të fytyrës së shejtë, të njohur ndryshe si Teresa e vogël nga Lizje. Ajo lindi me 2 janar të vitit 1873 në Alençon të Francës. Si fëmia i 9 i prindërve të shejtë Zojes Azelie Guerin dhe Shën Luigi Martin, qysh në vogëli përjetoi gëzime, por edhe dhembje të mëdha. Humbi nënën kur ishte vetëm 4 vjeç dhe kjo i dha jetës së saj një ndjeshmëri të thellë shpirtërore. Fëmijëri dhe thirrje hershme. Në mjedisin e ngrohtë familjar, Teresa mësoi të besonte me thjeshtësi dhe dashuri. Ajo u formua nga shembulli i babait që e konsideronte njeri shejt, nga motrat e saja dhe nga edukimi në shkollën e murgeshave benediktine. Pas një smundjeje të rëndë, u shërua në mënyrë të mrekullueshme, ndërmjetësuar nga zoja e buzëqeshjes. Qysh e vogël ndjeu thirrjen për jetën rregulltare, por dëshira e saj për të hyrë në Karmel në moshën 15 vjeçare hasi në pengesa. Për këtë arsye, ajo udhtoi deri në Rom për t'i kërkuar papes Leoni XIII leje të veçantë. Me guxim të jashtëzakonshëm i tha papes: "Shejtëri, unë ju kërkoj hirin të hyj në Karmel që në moshën 15 vjeç." Ky ngulmim i saj u bë dëshmi se thirrja ishte vërtet nga hyi. Jeta në Karmel dhe mënyra e vogël. Me 9 prill të vitit 1888, Teresa hyri në Karmel të Lizjes. Ajo nuk bëri gjëra të mëdha sipas mendimit njerëzor, por e jetoi përditshmërinë me dashuri të jashtëzakonshme. Zgjodhi rrugën e thjeshtësisë, duke i kushtuar çdo gjest të vogël, buzëqeshjen, sakrificat e fshehta, bindjen, shërbimin e përvuajtur Zotit. Kjo u bë mënyra e vogël, rruga që të çonte shejtëria jo përmes veprave të jashtëzakonshme, por përmes dashurisë në gjërat e vogla. Ajo vetë shkroi: "Unë nuk mund të bëj gjëra të mëdha, por dashuria ime është e pafundme." Dhimbja, dashuria dhe shpresa. Në vitin 1896, gjatë një pashke, Teresa u prek nga tuberkulozi. Shëndeti i saj u përkeqësua shpejt, por në vend të dëshpërimit, ajo gjeti forcë për të bërë flijim dashurie. Fjalët e saj të fundit: "O Zot, të dua", përmblodhen gjithë jetën e saj. Ajo ndroi jetë me 30 shtator të vitit 1897, vetëm 24 vjeç, duke premtuar: "Pas vdekjes sime do të bëj të bjerë një shi trandafilash mbi tokë." Dhe kështu ka ndodhur, miliona besimtar kanë përjetuar ndërmjetësimin e saj. Shejtëria dhe trashëgimia. Shën Teresa u shpall e lume me 1923 dhe shejtore me 1925 nga Papa Piu i XI, i cili e quajti ylli i pontifikatit tim. Me 1997, Papa Gjon Paul II e shpalli doktoret e kishës, duke e vlerësuar thellësinë e doktrinës së saj të thjeshtë dhe të fuqishme. Ajo është pajtore e misioneve, ndonse kur nuk dolin nga muret e Karmelit, sepse zemra e saj përqafoi misionin universal të kishës me lutje e dashuri. Njëkohësisht është edhe pajtore e Francës së bashku me Shën Jeanne d'Arc. Mësimi për ne sot. Shën Teresa na mëson se shejtëria është e mundur për çdo. Nuk kërkohen vepra të mëdha, por dashuri e madhe në gjërat e vogla. Ajo është dëshmitare se thjeshtësia dhe përvojtëria janë rrugë drejt përbashkimit me hyn. Mënyra e vogël mbetet udhëzuese për çdo të krishter, të mos humbas zemrën në punë të jashtëzakonshme, por të bëj çdo hap të vogël me dashuri të madhe.
Shëntëresa e Jezusit fëmijë është një dritë e shejtërisë së thjeshtë, një zej dashurisë së pastër. Ajo na fton të kthehemi në përvojtëri dhe në besim të plot në dashurinë e hyjt. Jeta e saj është një trëndafil i thyrë në moshën e rinisë, por aroma e saj mbush edhe sot kishën dhe botën.